Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e shikon Muadhin ku i lutur Allahut për durim dhe i thotë to Muadh, po i lutesh Allahut që të vazhdoj sprova, lutje Allahut thot për çlirim të plotë dhe mësoj ti lutet Allahut jo vetëm për durimin, por t'ia largoj totalisht sprovën që e ka goditur. Sufi alayhi salam e ftuan për në imoralitet dhe drejtohet Allahut azza wa jalla duke i thënë qala ya rabbi, ka thënë dietarët, ju drejtua me këtë fjalë që të kuptojmë dhe ne vështirësinë e gjendjes në cilën ishte, por dhe për të kuptuar një prej cilësive të Allahut. Ja Rabb do të thotë Zot kujdestar, pra ai i cili nuk është vetëm Zot i asaj që ka krijuar, është dhe kujdestar i saj. Siç themi i Zoti i shtëpisë, zotruesi pronën, por dhe kujdeset për shtëpinë. Dhe Jusufi alayhis salam në këtë gjendje të vështirë në të cilën ishte, tha Zoti im, o kujdestari im, burgu është më i dashur për mua se sa ajo që ata po më ftojnë mua. Ishte i gatshëm për jetonte jetën e burgut se sa të bënte një vepër e cila do ta zemronte Allah. Dietarët e tefsirit thonë, bazuar në hadithin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nëse do të ishte lutur, lirimi nga kjo gjendje është më i dashur për mua, atëherë Allahu do ta kishte dhënë dhe atë.